Përshëndetje miq të dashur. Mirë se erdhët në horoskopin javor për periudhën 29 shtator deri më 5 tetor 2025. Ky është një udhëtim i veçantë me syjeve, ku çdo shenjë do të zbulojë çfarë prek në dashuri, punë, financa, shëndet dhe madje edhe dietë. Merrni frymë thellë, hapni zemrën dhe mendjen, sepse ky parashikim mund t'ju ndihmojë të gjeni ekuilibrin dhe të përfitoni nga energjitë e universit. Dashi 21 mars, 19 prill. Kjo javë të jep energji dhe vendosmëri për të mbyllur çështjet të mbetura pezull. Në dashuri, një bisedë e sinqertë sjell qartësi. Financat stabilizohen me kujdes në shpenzime. Kujdes shëndetin, mos e tepro me lodhjen. Dashuria, do ndihesh më i sigurt në ndjenja, beqarët mund të kenë një takim interesant. Puna, mundësi për të përfunduar projekte të vjetra. Mos i shty më. Paratë, kujdes me shpenzimet e panevojshme, sidomos në argëtim. Shëndeti, energjik, por mos e tepro me lodhjen fizike. Dieta, më shumë perime të gjelbra dhe ujë. Numri me fat 7. Guri me fat rubini. Përputhshmëria e javës, peshqit. Demi 20 prill 20 maj. Do të ndihesh më i qetë dhe i përqendruar. Në punë vijnë mundësi të reja bashkëpunimi. Marrëdhëniet sentimentale kërkojnë më shumë vëmendje dhe durim. Shëndeti përmirësohet me kujdes në ushqim. Dashuria, kërkohet më shumë butësi dhe durim me partnerin. Puna, mundësi për bashkëpunime të dobishme. Paratë, shpenzo me maturi, por një përfitim i vogël është rrugës. Shëndeti, kujdes me ushqimin e rënd, shmang ëmbëlsirat e tepërta. Dieta, më shumë fruta të freskëta. Numri me fat 4. Guri me fat smeraldi. Përputhshmëria e javës, Virgjëresha. Binjakët 21 maj 20 qershor. Java sjell lëvizje të reja dhe ide kreative. Në dashuri, surprizat e vogla do të sjellin gëzim. Kujdes me financat, shmang shpenzimet e panevojshme. Një aktivitet fizik i lehtë të jep energji. Dashuria, atmosferë gëzueshme, më shumë komunikim me partnerin. Puna, idet kreative marrin vlerësim. Paratë, kujdes, mos bjerë në tundim për blerje impulsive. Shëndeti, aktivitet fizik i lehtë të jep energji. Dieta, supa të lehta dhe çaj bimor. Numri me fat 11. Guri me fat ametisti. Përputhshmëria e javës, peshorja. Gaforja 21 qershor 22 korrik. Është koha për të marrë vendime të rëndësishme profesionale. Në dashuri, ndjenja e sigurisë do të forcojë lidhjet. Financat përmirësohen gradualisht. Kujdes emocionalisht, merr kohë për pushim. Dashuria, afeksioni dhe ngrohtësia do të jenë më të forta se zakonisht. Puna, vendime të rëndësishme sjellin përfitime afatgjata. Parat, shanse për të marrë një pagesë të vonuar. Shëndeti, kujdes emocionalisht, shmang stresin. Dieta, më shumë peshk dhe drithra të plota. Numri me fat 9. Guri me fat perla. Përputhshmëria e javës, demi. Luani 23 korrik 22 gusht. Java sjell rritje në aspektin profesional, por kërkon përkushtim. Në dashuri, komunikimi i hapur shmang keqkuptime. Shpenzo me maturi për të shmangur stresin financiar. Energjia është e mirë, përdore për aktivitet fizik. Dashuria, një bisedë e hapur shmang keqkuptime. Puna, do të vlerësohesh për përkushtimin. Paratë, shpenzo me kujdes, planifiko më shumë. Shëndeti, ke energji të lartë, përdore në stërvitje. Dieta, proteina të shëndetshme dhe fruta tropikale. Numri me fat 1. Guri me fat, topazi. Përputhshmëria e javës, shigjetari. Virgjëreshat 23 gusht, 22 shtator. Do të përqendrohesh në plane afatgjata. Në dashuri, një moment i ngrohtë do të rikthejë harmoninë. Financat janë stabil, por kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Kujdes me tensionin nervor. Dashuria, një moment i ngrohtë rikthen harmoninë. Puna, projekte të reja të frytshme. Paratë, të qëndrueshme, por menaxho me kujdes. Shëndeti, kujdes me lodhjen mendore. Dieta, më shumë sallata dhe ujë. Numri me fat 6. Guri me fat karneoli. Përputhshmëria e javës, demi. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Fati është në anën tënde këtë javë. Mundësi të reja hapen në punë dhe në financa. Në dashuri, një atmosferë ngrohtë sjell gëzim dhe afrim. Shëndeti është i qëndrueshëm, ruaje ekuilibrin emocional. Dashuria, atmosferë ngrohtë dhe romantike. Puna, mundësi të reja hapen, përdori me zgjuarsi. Paratë, përmirësime të dukshme. Shëndeti, i qëndrueshëm, ruaje ekuilibrin emocional. Dieta, ushqime të freskëta dhe të balancuara. Numri me fat 8. Guri me fat opali. Përputhshmëria e javës, binjakt.
Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Java sjell intensitet dhe vendime të guximshme. Në dashuri, pasioni do të jetë më i fortë. Financat kërkojnë maturi mos u nxit. Kujdes me gjumin dhe pushimin. Dashuria, pasioni ndizet, lidhjet forcohen. Puna, vendime të guximshme sjellin rezultate. Paratë, shpenzo me maturi mos u nxit. Shëndeti, kujdes me gjumin dhe pushimin. Dieta, shumë fruta të errëta dhe arra. Numri me fat 3. Guri me fat obsidiani. Përputhshmëria e javës, gaforja. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Do të ndjesh nevojën për më shumë liri dhe aventura. Në punë, idetë e tua do të marrin vlerësim. Në dashuri, spontaniteti sjell afrim. Kujdes shëndetin duke ruajtur ritmin e ekuilibruar. Dashuria, spontaniteti sjell afrim dhe argëtim. Puna, idetë e tua marrin vlerësim nga të tjerët. Paratë, kujdes me shpenzimet e vogla që grumbullohen. Shëndeti, kujdes me gjumin e parregull. Dieta, shumë perime të zjera dhe supë. Numri me fat 5. Guri me fat, topazi vlu. Përputhshmëria e javës, luani. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Kjo javë të favorizon në fushën profesionale. Në dashuri, një moment i qetë sjell siguri dhe besim. Financat janë në rritje, por kërkojnë planifikim. Kujdes me lodhjen fizike. Dashuria, harmoni dhe stabilitet emocional. Puna, favorizohesh në projekte afatgjata. Paratë, të sigurta, mund të ketë rritje të ardhurash. Shëndeti, kujdes me lodhjen e tepërt. Dieta, drithra të plota dhe proteina bimore. Numri me fat 2. Guri me fat oniksi. Përputhshmëria e javës, Virgjëresha. Ujori 20 janar 18 shkurt. Do të kesh ide të reja për projekte të rëndësishme. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell harmoni. Financat mbeten stabil, por mos merr vendime të nxituara. Shëndeti përmirësohet me më shumë kujdes ndaj vetes. Dashuria, komunikimi i hapur sjell harmoni. Puna, ide të reja të sjellin përfitime. Paratë, të qëndrueshme, por mos bëj investime të rrezikshme. Shëndeti, kujdes me tensionin nervor. Dieta, më shumë fruta dhe çajra bimor. Numri me fat 10. Guri me fat, akuamarini. Përputhshmëria e javës, peshqit. Peshqit, 19 shkurt 20 mars. Java sjell frymëzim dhe kreativitet. Në dashuri, ndjeshmëria të bën më të afërt me partnerin. Financat kërkojnë kujdes në menaxhim. Shëndeti është i mirë, por shmang streset e tepërta. Dashuria, të ndihesh i afërt dhe i dashur me partnerin. Puna, kreativiteti të jep sukses. Paratë, kujdes me menaxhimin, shmang huat. Shëndeti, shëndet i mirë, por shmang streset e tepërta. Dieta, peshk i freskët dhe ushqime deti. Numri me fat, 12. Guri me fat, guri i hënës. Përputhshmëria e javës, dashi. Shenja me më shumë fat këtë javë. Peshorja do të ndjejë ndihmën e vjeve në dashuri, punë dhe financa. Ky ishte horoskopi për këtë javë. Shpresoj që të keni marrë energjinë dhe këshillat që ju duhen për të ecur përpara me qetësi dhe besim. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton, të shtypni butonin like dhe ta shpërndani këtë video me miqtë tuaj, që edhe ata të marrin mesazhet e vjeve. Ju uroj një javë plot fat, dashuri dhe harmoni.